Në për lagjet e Tiranës është skandal veç duart në kokë. Se Athina e ka rregulluar gjitha lagjet edhe në brendësi. Po, edhe një pasërti të mrekullueshme. Jo vetëm aty në Athinë, por edhe në Prishuj, kudo që të shkosh, atje ka pasërti, ka rregull, ka disiplinë. Unë për vete, unë flas fjalët më të mira për ata. E du vendin tim, e du Tiranën time, kupton? Më pëlqen si është bë, por nuk më pëlqen që është bë sipërfaqësore. Shkosh në për lagjet e Tiranës, po të them, po ta jap rrugën Gabriel Dara, shkoni, shifni, atje është mes jetë, mërë, ju lutem, shkoni, filmoni, mos filmoni vetëm këto bukurina. Shkoni një herë atje. Edhe do të çuditeni. Ju e keni mbajtur shtëpinë këtu, e keni akoma? Ja. Ne s'kena as shtëpi, unë erdha me qera këtu, se kalamajt... Pa. I shitëm për 5 lek. Në atë kohë kur hikëm, sa ashu ishte koha atëhere, 70-80.000 lek shqiptare. Edhe sot jam nana pa shtëpi. Tash e kam një shtëpi atje pa qera. Ku shkoj Ketufina, e kam një shtëpi atje, kështu që nuk jam fare pa shtëpi. Edhe atje është problem se ka filluar. E kam 10 vite. Unë të përshëndes shumë, ishte një bisedë shumë e ngrohtë dhe shumë e këndshme. Shumë faleminderit. Gjithë të mirë dhe paçi jetë edhe shëndet. Edhe suksese kudo që të shkoni. Shumë faleminderit, gjithë bashkë inshallah. Ditën e mirë, ditën e mirë.